pas aksionit historik të presidentit Donald Trump, me të cilin këputi nyen gordiane dhe shkatroi impiantet bërthamore të Iranit, të ajetullave, mund të them se lajmi i dytë më i qarkulluar është Ramaduro. Ribotimi, ripublikimi nga Real Clear Politics, medje e pavarur shumë e fuqishme, është qëndrimi më i merituar ndaj Edi Ramës. Farsa nuk ka përdihet. Ka 3 ditë që në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës farsa elektorale është çështje kryesore. Në seanca plenare dhe në mbledhje të grupeve dhe të komisioneve. Ndaj dhe me këtë rast duhet përgëzoj përfaqësues në opozicë zonjën Vokshi për qëndrimet e saj në mbrojtje të votës lirë të shqiptarëve në tempullin e demokracisë. Mos harroni se Këshilli i Europës është institucioni që ka 2 shtylla kryesore: zgjedhjet e lira dhe shtetin ligjor. Sot kam sjell këtu për të informuar shqiptarët për gjetjet në një seri kuti votimi të hapura në shqyrtimin e materialeve të votimit në këto kuti, çka është dhe qëllimi kryesor i kërkesave të Partisë Demokratike. Mund të them se këto qendra votimit që vjeshtoj këtu dhe shumë të tjera ngjallin dyshime shumë të forta se përveç tretit bullgar është përdor dhe zëvendësimi, mbushja dhe zëvendësimi kutive të votimit. Mbushja dhe zëvendësimi kutive të votimit me kuti të tjera. Qendra e votimit, ma e pakat mikrofon, apo s'ka nevojë për të? 2027, qendra e votimit 2027. Janë konstatuar 3 fletë votimi që janë konsideruar të pavlefshme, ndërkohë që ishin të vlefshme. Janë gjetur në kutinë e votimit 9 fletë më shumë nga ajo që deklarohet në proces verbalin 08. Këto fletë votimi më shumë se që deklarohen nuk kanë të bëjnë me atë qendër votimi. Sikundër, kjo ngjall dyshimet forta se ajo kuti është e mbushur dhe është ka zëvendësuar kutinë e qendrës në asnjë lloj rrethane. Nuk mundet që të dilin 9 fletë votimi më shumë nga ç'duhet të ishin. Qendra e votimit numër 2251. Në këtë kuti
mungojnë vullat që vullosin komisionerët. Tani e kuptoni vetë pra. E kuptoni vetë se kjo kuti s'ka të bëjë me komisionerët, ka të bëjë me patronazhistët. Mungon shiriti përmbledhës i votuesve gjeneruar nga pajisja pej. Këto dy gjetje tregojnë se kutia e qendrës votimit 2251 nuk është kutia në të cilën është votuar. Nuk mundet në asnjë lloj rrethane të mungonin vullat që vullosin komisionerët, përveç se heqjes kutis ku janë vullat, dhe të mungojnë shiriti përmbledhës i votuesve i gjeneruar nga pej. Dhe të kuptohet, shiriti mungon se qendra është bushur në zyrat e Partisë Socialiste dhe ka zëvendësuar të vërtetën. Tre, qendra e votimit 2200 e thamte. Jo, 2251 fraksion 1. Edhe këtu mungojnë vullat që vendosin komisionerët. Pra, është mbushur kutia në selin e Partisë Socialiste. Vazhdo me tutje. Qendra e votimit 2263 ka mos rakordim midis fletëve të papërdorura. Në proces verbalin 08 deklarohen 419 fletë të papërdorura. Ndërkohë, nga numërimi janë 371 vota fletë të papërdorura, është fjala. Pra, diferenca është 48 fletë që mungojnë. Është konstatuar një person që ka votuar dhe që nuk ka emrin fare në listë. Edhe kjo kuti është jashtë të gjitha standardeve të qenurit një kuti në të cilën janë hedhur votat në qendrën votimit në qendrën 2263. Tjetër. 5. Qendra e votimit 2274. Prap, në kuti, nuk është gjendur në kutinë e materialeve zgjedhore proces verbali 07. Proces verbali 07 është proces verbali i hapjes së kutisë dhe që identifikon vullat e sigurisë. Pra, edhe kjo kuti nuk plotëson kushtet e një kutie të qendrës në cilën është votuar, por kushtet të një kutie të sjellë nga jashtë. Qendra e votimit numër 283 ka mos rakordim midis fletëve të papërdorura. Në proces verbalin 08 deklarohen 519 fletë të papërdorura. Ndërkohë, nga numërimi janë 310 fletë të papërdorura. Pra, mungojnë 209 fletë të papërdorura. Kjo kuti votimi nuk ka asnjë lidhje pra me kutinë e votimit të qendrës 2283. Është duket e sjell nga zyrat e Partisë Socialiste apo patronazhistët. Qendra e votimit 2614. Në kuti nuk gjendet proces verbali 07, që është proces verbali i hapjes së kutisë dhe që identifikon vullat e sigurisë. Pra, kjo kuti nuk ka asnjë vlerë, sepse s'ka asnjë siguri. Është e sjellur nga jashtë. 8.
Qendra votimit 2647. Kjo. Mungojnë të gjitha fletët e papërdorura në kutinë e materialeve zgjedhore. Çka janë të gjitha të dyshimet e drejta se ka ardhur direkt nga çerdhet e patronazhistëve apo selia e Partisë Socialiste. 9. Qendra votimit 2657 ka mos rakordim midis fletëve të papërdorura. Në proces verbalin 08 deklarohen 290 fletë të papërdorura. Ndërkohë, në numërim janë gjithsej 208 vota fletë të papërdorura. Pra diferenca janë 82 vota. Pra kjo kuti s'ka asgjë përbashkët me kutinë e vërtet të qendrës 2657. Tjetër, 10. Qendra votimit 2675. Në kutinë e votimit konstatohet një fletë votimi pavull. Nuk është gjendur proces verbali 08 në kutinë e materialeve zgjedhore. Nuk dihet sa fletë votimi kanë ardhur nga KQZ-ja. Pra, qartësisht kutia është tjetër krahasuar me atë që duhet të jetë në qendrën e votimit. Qendra e votimit 2682. Në kuti nuk gjendet proces verbali 08, që është proces verbali i mbylljes kutisë dhe që jep të gjithë të dhënat në lidhje me fletët e papërdorura, fletët të vlefshme, fletët e pavlefshme, fletët e dëmtuara, si dhe fletët e papërdorura. Në këtë rast nuk dihet asgjë sa fletë kanë ardhur nga KQZ-ja dhe sa janë përdorur. Pra kjo kuti është jashtë të gjitha kushteve ligjore, nuk plotëson asnjë kusht ligjor si për kuti qendrë votimi, por është kuti e ardhur nga jashtë, selia e Partisë Socialiste ose qendrat ilegale të patronazhistëve. 12. Qendra e votimit 2846. Mungojnë proces verbali 07. Asgjë s'është kuti. Dhe proces verbali 08. Pra i hapjes dhe mbylljes së kutisë votimit. Janë gjetur në kutinë e votimit 207 fletë votimi, ndërkohë pajisja Pej konstaton gjithsej 141 votues. E kuptoni pra, në spaku del që janë futur 66 vota në këtë kuti të njerëzve që s'kanë votuar kurrë. Këto ishin 12 dokumentat e 12 qendrave votimit, të cilat në asnjë lloj rrethane këto kuti nuk mund të pranohen si kutit e vërtetave të qendrave të votimit, por si kuti të ndruara apo të futura nga të ardhura nga selia e Partisë Socialiste apo dhe vetë nga qendrat ilegale të patronazhistëve. Këto dhëna hedhin poshtë përfundimisht farsën elektorale të 11 majit 2025 dhe pikërisht bazuar në këto dhëna dhe qindra mijëra të tjera që kemi paraqitur para jush, Partia Demokratike deklaron se këto zgjedhje janë të paligjshme, se këto zgjedhje
janë një farsë e vërtet elektorale të cilat nuk shprehin vullnetin dhe nuk do njihen nga partia, vullnetin e shqiptarëve dhe nuk do njihen nga Partia Demokratike. Faleminderit. Zoti Berisha, kam